20 janari e beri Berisha jot. Po pikërisht, kjo është strategjia që kërën pret ti dhe këti. Ne jemi të luftës kundër Berishës, mbron Berisha. Jo, ju trem qytetaria, protesta qytetare. Ju ndërtoni politikë me gjak, ju ndërtoni politikë me arkmërt, ju ndërtoni politikë me varre. Po këtë vetë janë këtë. Jo, keni vetë bashkë ju. Arkivolin e more timur. Po me 8 janar, ku ishte Rama, zotri? E more arkivolin. Me 8 janar, ku ishte Rama? Kur sulmue Stelia Partisë Demokratike. Mori kalashin e qilloj protestues. Në qoftë se, me 8 janar, në qoftë se zotris, i thyet banesa, shkon policia aty? Lere tani. Cila banesa thuen? Në qoftë se i thyet banesa, zotris, shkon policia? Shkon policia? Si? Në qoftë se i thyet banesa, vjen policia? Po punë policia që na duhet dhe nuk kemi atë punën e sot. Nuk do të gjejmë në mënyrë barbare. Stelia Partisë Demokratike, zotri, me të gjitha armët mesjetare. Dhe me 8 janar. Po pse? E sulmoi Berisha me inkurajim Trames. Zotri, dhe sulmoi institucioni i opozitës, mos. Po këto janë pralla. Ajo është puç kushtetues. Mos vërshenjë e barazimit. Kur nuk e morën me fort. Midis kriminalit dhe viktimës. Ida Rama vulen. Kur nuk e morën me fort, Ida Rama vulen, zotri. Ka marrë peng sot. Po një ditë vjen dhe përgjigjesh. Nëse s'ka drejtësi, njërzore do të ketë dëshkim hynor. Nuk e lan dot Berishën me këtë gjë zotri. Nuk e lan dot Berishën me këtë gjë. Mos u hiq sikur je kundër tia. Je protina pjesë Unë jam kundër dyshit Rama Berisha. Kundër dyshit Rama Berisha. Ata janë bashkë. Se Berishën je ke tendi. Berisha bëri deputet këtu. Berisha bëri Malsia Gjakov deputet. Lerë Malsia Gjakov. Pyeste Malsia Gjakov për Asgani. Lerë mos folkot. Bëri Berisha. Edhe ti tani e gjen rrugën për ta. Për ta mbrojtur. Një minutë. Duke sulmuar. Një minutë. Edhe duke i parazuar. Një minutë, zotri. E mbron atë. Nuk do ta mbrosh. Merr protestuesit. Edhe shkon në sfak. Edhe një herë. Duhet bash përgjegjësi për këtë që thua. Zotri, në një emision më ke thënë, ta ka vendos Tritolin Berisha. Po ai ta vendosi. Do më thënë, ka po deputeta ma ka vendos. Të dyja ka po. Po të thani ik në shtëpia, man. Nuk të latu në shtëpia të Kush? Më thamu e bëni po ikë ti, a ikë në shtëpia. Kush ishe? Çes jetë në shtëpi? Kush? Në Banesën kur do në shtëpia më herë. Po shkon sfak pra. Se shkon më personale kjo avokat. Jo më nuk shkon personale. Po bëni Berisha bëni bashkëpunim me mua. Po do të bëjmë gjithësisht ti atje. Si unë ke thënë në djalin se edhe kisha dhe më djalin. Asgan nuk e mbron dot. Ti nuk e mbron që nuk mbron Berisha. Ti nuk e mbron se je steril, je kërmyll në pushtetit, kërmyll i Ramës. Po tisha servil. Po tisha servil. Mua nuk me bën, nuk me intimidon dot, nuk me bën bllop dot, nuk me bën asgjë. Unë jam si nuk e merja fisin tet të mbrojtje kundër krive të Berishës. Dhe u dal ball për ball. Po sot delti. Unë gjithë dal. Se të mbron sa lidh. Gjithë dal ball për ball. Gjithë nuk po del dot. Do të ta mbyllim. Zotri, me paditë të mua. Me paditë të mua. Do të padis. Me paditë pra. Patjetër. Po patjetër. Meri protestuesit e mbylla. Meri protestuesit edhe thuaj. Lereni këtu pengesën ndaj turizmit shqiptar. Lereni pengesën ndaj investimeve tuaja. Lereni pengesën ndaj futjes Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Hajde me mua në krye tek Spaku. Të futet në burg të përjetshëm Berisha për 20 janarin. E keni procesin mbyllës pak. E çojnë gjyq këtë kriminal që e ka rrafshuar Shqipërinë çdo herë. Edhe Rama Dorin gati. Rama ja Rama atje bëhet protesta Asgan. Fakti që barazoni Ramën me Berishën do të thotë që ju jeni berishistë të smur. Ti që ke qenë mbështetjes Spakut, me vjen shumë keq si ke përfunduar anti-Spak. Hakla gjithashtu se kam kaluar çdo limiti. Do të thonë për hir të një mlefi kundër Tiranës, gjithçka do shkatërrohet, do shkojë në zero. Është një tentativë, shkon një grup të rish që në fakt shumica kishin rënë nga Tirana. Ishin lidhur 2-3 lezhjanë ishin aty, shkojnë futën në mes pushuzën në Shëngjin edhe Rama jep dërreqën, turistët. Ka dhe nga këto lloj incidentesh se unë për hir të vërtetës nuk është se i kam. Para 2 ditë një shfaqje ku nuk i fliste kërkush aty dhe këta që bërtishin kot nëpër Shëngjin. Po.
pa lidhje, do me thënë se të shtysh mes pushuesve dhe të krysh këtë lloj aktesh, kur pushuesit kanë ardhur për të pushuar dhe shkosh ti të thush të turit që Rama jep dorëheqje, nuk kuptoj se çfarë lloj politika është kjo, çfarë do të thotë kjo. Po këtë, në këndvështrimin tuaj, se unë kam një nga organizatorët e protestës dhe ndoshta mund ma sqaroj, kjo është nga protesta apo është një lëvizje opozitare? Ka mundësi të unë atë protestën, unë nuk di ku t'mja vun kapelën, ai zotëria aty mund të jetë shumë njëri i nderuar, se të bësh protestë nuk është gjë e keqe. Kam fjalën, po disa eksponentë protestës duket kanë humbur ekuilibrin, nuk dinë se çfarë bëjnë. Ma thoj çfarë do thotë protesta të hynë një 5 vet nga Tirana, një 3 nga Lezhë, të hynë mes pushuesve në Shëngjin. Ke informacion, Ilir? Ja ta sqaroj Iliri me që ka informacion. Ja 1 sekond, të lutem. Çfarë do të thotë kjo? Ka mundësi ta më shpjegoj? Ma sqaro pak Ilir, po. Në radhë parë përshëndetje kryetarit Bashkisë Lezhës. Po. Unë isha një nga ata personat që ishim në Shëngjin. Po. Ishim Pas të qenë nga Tirana, po nga Tirana ishit. Po, ishim një pjesë nga Tirana dhe një pjesë ishin të Lezhës edhe të Shëngjinit. Tre vetë kishin nga Lezhës, kishin marrë 2 nga Tirana të Lezhës. Se unë rastisht nuk e dija që ishte Iliri, ja ta sqarojmë që ka shumë e burë kjo, po. Në kuadër të shpërndarjes protestës në çdo qytet, ne një masdite jemi mbledhur në qytetin e Shëngjinit, në shëtitoren e qytetit Shëngjinit, kemi shpërndar disa tushka, që është gjë më normale, turistët, ata gjithë që ishin atje, shqiptarë dhe Kosovës, shqiptarë tanë, domethënë njerëzit qytetarë të Lezhës dhe Shëngjinit, na kanë mirëpritur dhe nuk kemë pasur asnjë reagim negativ prej tyre. I vetmi reagim negativ. Keni patur thirrje? Keni bërë thirrje? Megafon, patjetër, thirrjen megafon janë bërë për gjatë, ne bëm thjesht një ecje për gjatë shëtitores së Lezhës. Patjetër u thanë disa prej thirrjeve që thuhen dhe në protestë, ndërto dhe kjo Rama Burg, Berisha Burg, apo dhe thirrje tjetër Rama Dorëheqjen, që ishin thirrje qytetare, nuk kishte asnjë. Rama jep dorëheqjen se për Berishën s'jam më thonë ju, po. Jo, kemi thënë mund të shikosh videot, unë mund të jap Denisit video se kemi thënë. Berisha jep dorëheqjen, ato që i ke aty këtë Berishës sa të 3 nga Lezhë dhe shtimos, sa bënin sikur shtjojmë njerëz tash. Tash unë nuk e di si që është tek, unë di të them që këto thirrje janë bërë atje. I pyesni njerëzit kur vinin Lezhë se çfarë ata janë aktivistë të nderuar, zoti kryetar i bashkisë, janë aktivistë të nderuar që janë marrë me çest mjedisor, janë marrë me rjollin disa prej tyre. Aktivistë që janë pasuru me korrupsion familjar të tyre, po mos më rritu hap karta të shtje të janë dherë. Ata janë aktivistë, zotri, nuk janë me korrupsione me gjefare. Janë pasuru, janë stër pasuru, janë stër të pasur. Nuk bëj biografinë e njerëzve. Merrni familjar të tyre sa lek kanë pas para se të ishin në Zotri, ne nuk bëjmë biografinë. Se them që këta kanë qenë aktivistë që janë marrë me çështjen e rjollit. Tash nuk e di nëse bëjmë biografi këtu. Kanë një mal me kusure për në korrupsion aty, apo do t'ja hap ne nuk merrem me biografi, ne merremi dim them që janë aktivistë që janë marrë me rjollin, që janë marrë me zvërnecin, që kanë çarë kokën zvërnec, që kanë ardhur aty të gjithë. Ju hapni gjithkujt fotografinë edhe ato biografinë ne jo. Zoti kryetar, unë nuk ku është e keqe që të vesh në Shëngjin dhe të bësh një protestë paqësore, pa dhun pa gjë. Do të pushues, a vend që pushohet aty. Aty nuk ka vend që bëhet. Nuk është vend që bëhet në një zonë turistike? Patjetër në zonat turistike mblidhen unë jam plotësisht për protestës. A është e duhur një protestë? Po, një sekondë të lutem, mos flasim. Ne duhet ta çojmë protestën. Armir, vetëm një sekondë. Tani kjo Ilir është fushat kjo, sepse me drejt kryetari i bashkisë thotë po mocionon në një farë mënyrë e curinë e sezonit. Nuk ka teoria e sezonit për gjysmën, ne u mirëpritëm nga njerëzit aty, na kanë ofruar Asi ka pyet një incident gjatë që kanë mirëprit. Nëse ka qenë problem, atëherë pse ke kaq shqetësim? Për gjysmore atje s'ka problem kishte. Nuk mund të krijosh një situatë të tillë ku pushuesit kanë një problem, a vjen të pushojë, ani lloj sikur shkosh në një vend tjetër të vinë njerëzit të të vinë me megafon fyt e ti ke ardhur për pushuar atje. Në Sardenjë u ngrit gjithë populli dhe anulluan për një ditë qeveria italiane. U ngrit populli Sardenjë atje pushues ishin. Po ti tash se u provun Lezhë me u bën një ditë doli PD, një ditë dolën 10 vet. Po në rregull, nuk e doni protestën. Protesta kjo është e drejtë njerëzore, është e drejtë njeriu që protestosh, si kanë këtu moment. Në Shëngjin, jo të shezonat e njerëzit që dalin xhiro. Absolutisht shezon, aty që xhire është ora 8 të darkë. Kjo që po thotë, se lutem, zoti Dreu, ja një sekondë. Ai lutem me pushu aty ti shkon
Aja është nga Kosova, ti shkoni, nga aja është nga i huj, ti Shqiptarë shkoni dhe ata kombi një lloj kemi. Po shqiptarë janë kombi një lloj kemi. Megjithatë, zot Ndreu, po më thua që çak kombi keni ju, po sikur ta bëjnë protestën. Por sikur ta bëjnë protestën aty përpara bashkisë ku je vetë para zyrës. Po nuk i mbledh njeri, më të vinë. Okej, pra shqetësimi juaj është që nuk duhet ta bëjnë në zonat të plazhit. Kjo është ideja. Jo, mos i shkoka në zonat të plazhit aty ku njerëzit kanë larë për tjetër gjë, këto shkojnë me megafon, bëjnë. Po shqiptarët plazh janë tash. Do vëm atje në plazh ku janë shqiptarë do vëm. Megjithatë ishte një incident, fat incident. Jo absolutisht asnjë lloj incidenti. incidenti. Ju kërkuar me provacion shqiptar, do zotëri. Ore, ne përfaqësojmë një pjesë protestës që janë aty, kaq për të eksploatuar shqiptar. Ne përfaqësojmë një protestë. Aty jeni njerëz që nuk përfaqësoni asgjë dhe nuk keni asnjë ju e bëni, sepse keni gjetë një vend, një shesh e bë për shesh. Jo, kemi gjetë zoti Ndreu. Ne kemi vetëm shesh, si që ke më jashtë për Serama më duket ne protestojmë. Sa vet ke dalë shesh ti? 300.000 vet ishin, në korrik, datë kategorik. Ishte nga sheshi në Tereza dhe stacioni trenit. Po mle më ratë, ka po për atë protesta atje unë në tisë mërë vesha protesta. Mirë, me gjitha dhe një moment duhet të përfshi pak edhe Kreshniku. Kjo është... Keni po më shumë se 10.000 vetë, dhe kja dalë PD-ja, ky debat, 10.000 vetë janë ndërtuar edhe klimën që ka, që ekziston sot të shumicës dhe... Po ju nuk të pjeri një sekundë, që të mos ta bëjmë vetëm në debat... Zoti Spaju, ky debat tregon edhe... Rregulloni me njëri tjetrin një herë se ju s'keni bosht me njëri tjetrin një herë. Po demokracia kjo është raje i deshë. Jeni si ato ushtatë Agji Qamiri, se njëri bi këte, tjetri bi këte. Demokracia është raje i deshë, normalisht, që po t'ishim për të vënë rresh do kishim vate Rama ose te Berisha. Shamaftoni me njëri tjetrin o zotëri. Neni 2 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i përket popullit. Populli e ushtron sovranitetin nëpërmjet përfaqësuesve të tij ose drejt për së drejti. Për ruajtjen e paqes dhe të interesave kombëtare, Republika e Shqipërisë mund të marrë pjesë në një sistem sigurimi kolektiv në bazë të një ligji të miratuar me shumicën e të gjithë anëtarëve të kuvendit. Për këtë vit të ri akademik, vjen me një ofertë akademike totalisht të re, të unifikuar dhe të standardizuar sipas modelit të Universitetit Boku të Vienës, që fatmirësisht është nga universitetet më të mira të shkencave të jetës në Europë. Dhe të gjithë maturantët që po mendojnë sot se ku do të regjistrohen, ku do të aplikojnë, Universiteti Bujqësor vjen me një ofertë nga më të mirat në treg, për shumë arsye, që ndoshta ne mund t'i elaborojmë më vonë, por bëhet fjalë për një ofertë e cila ka në themel jo vetëm tregun e punës, që është një fjalë që ne përdorim shpesh fatkeqësisht, por ka në esencë interesin e studentit, ka interesin e maturantit. Fatkeqësisht në Ertil, unë me keqardhje konstatoj faktin që ne kishim humbur, le të themi, jo vetëm ndjesin, por interesat e studentëve. Dhe shpeshherë universitetet ishin nxitur ose janë nxitur duke hapur programe të reja mësimore, thjesht mbështetur nga interesat e momentit. Por nuk është kjo e ardhmja e një universiteti. Kemi humbur në fakt. Kemi humbur shumë. Që mos të hymë dhe kemi humbur shumë. Kemi njerëz me 5 diploma dhe që nuk hynë punë. Dhe ndërkohë që mund të kishin një diplomë një zanat. Fatkeqësisht kjo është e vërtetë dhe Universiteti Bujqësor është me fat që ne në momentin e duhur, në kohën e duhur, kemi gjetur një partner nga më të mirët e mundshëm në treg. Kemi një mbështetje shumë të madhe nga qeveria shqiptare dhe nga kryeministri i vendit, sepse është një iniciativë që ka filluar që në vitin 2021, unë duhet ta përmend këtë, janë bërë me 10 qindra takime, mira orë, e theksoj, mira orë, mbi 25 misionet e ekipit të Bokus së Vienës në Shqipëri dhe të Universitetit Bujqësor në Vjenë, pra kjo reformë nuk është produkt e një nate apo një dite. Janë 4 vite punë, 5 vite punë, dhe ne vim tani për të rritë shqiptar me një ofertë që ne pretendojmë dhe mendojmë që është nga më e mira në treg. Sa programe studimi? Shikon, Universiteti Bujqësor i Tiranës ka riformatuar gjithë ofertën. Ne kemi patur rreth 35-36 programe bachelor dhe kemi ardhur në një ofertë që shkojmë vetëm në 12 programe bachelor. Pra, imagjino se çfarë le themi mbivendosjesh kemi patur dhe ne kemi ardhur aty në ato ofertë për të cilën për të marrë cilësinë dhe për të marrë ato le themi kompetenca dhe ato nevoja që tregu ka.
Ato nevoja që një çdo i ri aspiron sot për sektorin. Jo, hajde hapim drejt që të mbijetojmë si universitet. Jo, kjo nuk është nevoja. Por duke studiuar tregun. E kam theksuar edhe herë tjetër, këto janë programe që nuk i duhen Universitetit Bujqësor Tiranës. Këto janë programe që i duhen ekonomisë shqiptare, janë programe që i duhen sektorit bujqësisë dhe janë programe që i duhen Shqipërisë vitit 2030. Konkretisht cilat? Shiko, ne bëjmë fjalë për një ofertë akademike që vim me një program shumë të mirë në shkencat e bujqësisë dhe të ushqimit, e cila mbulon të gjitha njohuritë e agronomisë, të mbrojtjes bimëve, të hortikulturës, të zooteknisë, të peshkimit. Dhe ne këto janë të gjitha një program i gjerë. Kemi një program bachelor që unë do të thosha nga më të mirat në treg, siç është inxhinieria e mjedisit dhe ujrave, e cila është një program i ri, sepse ujrat kanë munguar si program në të gjitha institucionet e arsimit të lartë në Shqipëri, që do thotë ne nuk kemi vetëm ridizenjuar ofertën akademike, por ne përveç se kemi evituar mbivendosjet, ne kemi plotësuar dhe kemi ngritur programe të reja aty ku kanë munguar, siç janë konceptet mbi ujin, siç janë konceptet mbi, kemi një program të ri tjetër që është për mua shumë i rëndësishëm për stadin ku është bujqësia shqiptare, siç është IT-ja në bujqësi dhe mjedis, që ka munguar. Ka munguar? Ka munguar, nuk e ka asnjë institucion tjetër. Çfarë roli ka IT-ja në bujqësi dhe mjedis? Është roli kryesor sepse sot fermerët shqiptar, unë me kënaqësi e konstatoj që ato janë shumë herë përpara në avangardë në disa aspekte në menaxhimin e prodhimit bujqësor, në menaxhimin e serave, në menaxhimin e dëmtuesve, të sëmundjeve, të ujitjes etj. me radhë. Dhe këto futet për herë të parë. Dhe këto është për herë të parë, ne futemi me këto lloj njohurish që nuk janë të para në rajon, në Europë. Këto janë njohuri tashmë çdo universiteti ka, Shqipëri si mungon të një program i tillë, dhe ne jemi me fat që kemi hapur këtë program dhe shpresoj shumë që maturantët, është program që këtë vit është viti i dytë, është me pritur mirë vjet, kemi patur grupin e parë, kemi patur rreth 30 studentë, 25-30 studentë, që është hera e parë që ato e testojnë, por është totalisht një ofertë akademike sipas modelit austriak. Pra ne nuk kemi shpikur rrotën e Ertil, ne thjesht kemi marrë një model të suksesshëm, siç është modeli i Universitetit Bokut Vjenës, dhe jemi përpjekur ta përshtasim me kushtet e Shqipërisë. Kemi ruajtur historikun, kemi ruajtur traditën, kemi ruajtur çdo gjë të mirë të Universitetit Bujqësor dhe kemi pasqyruar, kemi përfshirë zhvillimet dhe nevojën për të pasqyruar. Shkencat bujqësore dhe siguria ushqimore. Siguria ushqimore është një ndër Ky është programi bazal, ky është programi bazal i Universitetit Bujqësor Tiranës, sepse mbulon të gjitha, sepse këto janë me specialitete. Përpara këto kanë qenë 6 ose 7 programe të fragmentarizuara. Dhe tani janë bashkuar. Tani janë të gjitha bashkë dhe ndahen në vit të tretë, përsa ato studentë që kërkojnë shkojnë për agronomi, hortikulturë apo mbrojtje bimësh, cilët janë shumë të specifike. Dhe këto janë njohuritë bazë që ka nevojë një agronom sot, dhe ka nevojë bujqësia shqiptare. Pra kjo është programi bazik. Kemi një program tjetër i cili interior, dizajni dhe përpunim druri. Përsëri ky është një program shumë i mirë dhe shumë i mirë pritur, ka të bëjë me përpunimin e drurit. Një inxhinier i përpunimit drurit, por ne kemi shku pak sa më tutje, sepse një njerëz sot merret edhe me dizajnin e ambienteve të brendshme, në mënyrën se si kombinohen etj. me radhë. Pra janë të gjitha njohuri të le të quaj që kanë ardhur mbasi analize të thellë, për informacionin tuaj, për të ardhur tek këto programe, ne nuk kemi kujtuar dje, por mbi një vit ne kemi bërë një analizë të thellë të situatës, kemi bërë një pyetësor ku janë pyetur mbi 1600 të intervistuar, janë pyetur studentë, janë pyetur i gjithë stafi akademik, janë pyetur alumnaj që kanë mbaruar aty, janë pyetur bizneset, ore kush janë nevojat e tregut sot dhe mbi të gjitha për çfarë duhet të qëndrojë Universiteti Bujqësor në treg. Dhe po ta shikoni, dhe unë këtë me kënaqësi e konstatoj, Universiteti Bujqësor i Tiranës nuk ka bërë shumë eksperimente. Ne nuk kemi shkuar jashtë, le themi, misionit, vizionit apo ëndrrës atyre që kanë themeluar të universitetit 75 vite më parë. Kolegët tuaj të opozitës ishin përfaqësues të paprekur. Unë pash disa prej ish ministrave, deputet, të cilët sot kanë qenë, le të themi, preja e protestuesve me vezë, me goditje makinave, me grushte, me shkelma. Pse opozita sot ishte e paprekshme në parlament, pavarësisht se u kthye pas një bojkoti sipas? Nuk kishte si të ndodhte ndryshe. Ne kemi prej ditësh tashmë që e kemi thënë dhe vazhdojmë të themi këtë histori. Ajo çka ato përfaqësojnë nuk është më një protestë qytetare, është një protestë dukshëm politike. Pra, normalisht me atë narrativen që ikni juve se duhet vim ne, që ikni juve pas zgjedhjes se ne duhet vim pas zgjedhjes, sepse ju zgjedhjet i merrni prapë nëse hym zgjedhje. Pra, një narrative parësyeshme, këtë që ata shpalosin. Edhe normalisht pastaj
këto nisja fillimisht e protestës dhe pastaj ardhja deri në pikën e dhunës, e gjuajtjeve me miell, e gjuajtjeve me vezë, e gjuajtjeve me sende tjera nga ana protestuesve, që filloi si protesta flamingove, sot është si një protest pulash në fakt, edhe pronarja saj pularisë është Sali Berisha. Tani e kuptonim çfarë drejtje kemi shkuar. Na qeverisin e di që do të morë shparat e pensionistave ti lush bigjozma. Kapsh të kapish. Parulla e Edi Ramës me qeverisjen e tij. Është me vizionin e Partisë Socialiste, tani mos fol trockullat. Kapsh të kapish. O pençi na kapsh të kapish. Jemi në diskutim tamam. Këtë popull çdo ditë. Jemi në diskutim tamam. Edhe unë habitem o gjo. Janë të dy, janë të sigurt. Ju të dy miqtemi jeni viktima pjesë përbërëse e tufës deleve. Viktima. Ju zotri nga që ju njoftë të dyve se çfarë ndershmëri e keni, jeni viktima. Një patronazhist si ajo Bushtra, atje në Durrës. Bushtra! Ka vjedhur pensionistët e Shqipërisë. Jo. Oja e kuptoni mërë. Po këtë kuptoni kur e mbritur. Ajo është Bushtër. Pençi. O Pençi. Keni parat në kazino parat e pensionistave. Edhe keni gojë ta mbroni. Po si keni gojë po ta mbroni. Jo, pra jo, nuk e mbron askusha, nuk është për të mbrojtur. Është rast. Është modeli i qeverisjes. Po të lutem. Ore, është modeli. Është shoqëria aksionere poshtë shqiptare. O modeli i qeverisjes. Se s'di ç'ka, është shoqëria aksionere poshtë shqiptare dhe lejet i qeverisjes zotëri. Është modeli i qeverisjes. Është model. Është sistem, ngrit sistem korrupsioni. Protesta e sotme? Tash. Tani të lutem, unë e para mua më vjen keq për ata një protestues ndershëm që shkojnë atje dhe nuk e pranojnë, të paktën, nuk e pranojnë me zë dhe figurë, edhe haptasi, edhe të distancohen nga militantë të forcave politike që marrin mjetet e forta, sigur edhe çdo lloj çetëvi përmbar. Po ju keni shkulur. Dhe bëjnë skenat e tilla, bëjnë skenat e tilla, të lutem e bulevardit. Të lutem, kam shumë të rëndësishme. Keni shkulur gjithë plakat e bulevardit. Të turpshme. Po si sovjetur. Vetëm arsyeja e tyre nuk është. Të quhet kjo protestë dhunshme, nga asi me protestat e. As edhe një gjë vetëm tjetër është që duan të bëjnë destabilitet i vendit. Në ndjenin time mund të kesh pasur me mira zyrtare që mund të kenë ndryshuar, mund të kenë lëvizur dhe nuk mund të jetë një përgjegjësi e një individi, shkallimi i një individit në aspektin morale dhe të një besimi të një force politike që ka 100.000 antarë sot dhe pas rinë regjizimit ka pasur edhe 15.000 antarë të rinë. Shikoni kohën e Edi Ramës dhe të Sali Berishës. Dhe unë po them një ditë protest është 6 muaj shkurtimi kohës atyre. Shikojni si veprojnë, shikojni në fytyrë, shikojni në përpërlitje, shikojni në nervozizëm dhe kurse protesta është këngë e valle, hajde me mua atje, kur fillon marshimi, të rinj, të vjetër, me fëmijë. Po pra, i kemi parë, i kemi dhe dikush është aty, dhe po. Na bën përshtypje që si ka mundësi. Në darkë kemi një fytyrë proteste, dhe pasdite dhe në mëngjes kemi një fytyrë tjetër. Duhet të sqarojmë qytetarëve si ka mundësi. Gjithë kush që zinte Kreshniku të zhgënjyer janë tezat ato që dështoi, sepse kasta ishte shumë e fortë para 2013-ës. Qarithin parullat e Kreshnikut para 2013-ës për kastën, për kodin zgjedhor, për kapjen e shtetit, për kapjen e gjitha. Legjitime, absolutisht. Kreshniku tani komenton nga televizori. Janë ato të tuat Kreshniku ka bërë protesta, po ka ditë si ka bërë protesta. Por njerëzit e tu që kanë ndjekur atëre i ketë gjithë në shetë. Shëmdhaja e ka bërë Kreshniku protesta. Jepi Kreshnik se kishe pyetje. Se janë gjallur idealet dhe fryma paguri ka bërë Kreshniku protesta. Dhe si që groposi kasta. E mbanën, që groposi apo. Okej, Kreshnik pyetjen që kishte përpolin? Kështu që ma bëj pyetjen po deshe tani se e kam kollaj. Unë jam për më të dhunshme. Ne jemi kundra kësaj, jemi kundra, kështu e do Berisha. Kështu e do Rama. Po dakord pra, po ti e ke dëshirore. Ta mbaroj atë poli unë të dëgjova ata. Analizo protestën, është e dhunshme apo jo? Asnjë gjeth e peme. Të lutem, se është në Skype është pak më vështirë. Edhe pak audio regjia të lutem në studio për ne. Unë nuk jam për revolucion vezësh dhe omlete. Revolucioni e omletës nuk ardhon një qeveri dhe unë jam për më radikal se këta. Unë personalisht. E dyta jam pro kauzave. E treta jam pro kërkesave. Por ne duhet të themi dy vërtetat më dha. Pasoj. Edhe për disa arsye që unë i deklaroj publikisht. Poli Hoxhën, unë ka vite që e vlerësoj, jo vetëm se kam mik, dhe
jam shumë krenar që kam mik dhe deklaroj publikisht, por edhe për faktin se është një nga profesionistët më të mirë, të pavarur, i cili kur nuk është paguar nga ndonjë klan apo nga ndonjë krah politik, dhe ka një vizion, domethënë, dhe një revolt të brendshme qytetare. Por tani që të mbështesësh protestën, duhet pranosh edhe disa të vërteta të mëdha. E para, protesta ka 5 kërkesa zyrtare, të cilat ka 5 vjet i kërkon Sali Berisha dhe në ligjërat të drejtë është në sinkron me kërkesat e Sali Berisha. Ne do jemi shumë të pandershëm nëse i themi publikut që në protestat e ditëve të fundit, dhe sidomos në protestën e sotme, militantë e Partisë Demokratike të ardhur nga një pjesë e veriut me fugona nuk kanë pasur ndihmë. Tani ta themi këtu burra, sa përqind e protestuesve janë militantë e PD-s. Berisha del çdo ditë dhe thot të gjithë në protestë. Tani, më thoni ju mua, militantë e PD-s nuk i përgjigjen Berishës? Pra Berisha thot bën thirrje dilni dhe ata rrin në shtëpi? Më thoni një rast që protestuesit janë distancuar dhe e kanë përzën një demokrat, një ish ministër, një deputet PD-s ta përzën nga turma. Kur nuk ka ndodhur. Neni 4 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë e drejta përbën bazën dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit. Kushtetuta është ligj më i lartë në Republikën e Shqipërisë. Dispozitat e Kushtetutës zbatohen drejt për së drejti, përveç rasteve kur Kushtetuta parashikon ndryshe. Fatkeqësisht, Shqipëria shpesh herë në periudha të ndryshme kalon periudha shumë të vështira. Domethënë, ne jemi ndoshta një vend fatkeq që çdo 20 vite bëjmë ja 30 vite mbrapa. Domethënë, e kemi tipike këtë që një cikël i cili i bëjmë dëm gjithmonë vetes. Unë kam përjetuar disa eksperienca në vendet e Bashkimit Evropian, të cilat kanë një kod politik dhe një marrëveshje kombëtare me mediat për të mbrojtur popullin e vet dhe interesat kombëtare të shtetit nga ngjarje të cilat mund të dëmtojnë ekonominë dhe interesin kombëtar të këtyre vendeve. Për shembull, po ju marr një rast konkret. Kam përjetuar 2 ngjarje krimesh në Gjermani, në mes të Berlinit, edhe në nivel vrasjesh, po dhe në nivel vënies bombash ku gjithë policia është mbledhur në qendër, dhe asnjë nga mediat gjermane nuk e ka përcjell si lajm sepse ka qenë periudhë sezonit turistik. Edhe një herë, për ata që nuk e kuptuan. Në vendet Bashkimit Evropian, edhe ngjarje që janë të përmasave të nivelit lartë kriminal, për shkak për të mbrojtur një interes kombëtar apo ekonominë e vendit, anashkalohen dhe ka një pakt politik dhe mediatik për të mbrojtur shtetin dhe vendin. Dhe në këtë kuadër, unë do të thoja që për Shqipërinë, turizmi është një nga 3 prioritetet e interesit kombëtar. Dhe do duhej ndoshta një konsensus, një bashkëpunim i qeverisë, opozitës dhe gjithë faktorëve të shoqërisë civile, ku të përcaktohet një listë prioritetesh dhe pavarësisht nga mlefi, inatet, lufta politike, këto të mos cënohen. Unë shikoj një lloj urrëtie që një pjesë e shqiptarëve, qoftë faktor politik apo jo politik, e shkarkojnë aty ku nuk duhet. Që do të thotë? Duke e marrë nga kreu opozitës, po ta hapësh Facebookun e tij, gjysmat e fotografinë dhe i ka me shezllon bosh. Unë dakord jam tregoj realitetin. Po pse s'nxjerr ndonjëherë shezllon plot? Se Shqipëria nuk është vetëm me shezllone bosh. Pra, atë nuk e bën asnjë politikan serb apo maqedonas apo bulgar apo grek që të thotë është boshatis plazhi. Si mundet njerëz me vizion që pretendojnë qeverisin Shqipërinë, thonë
është boshatisë Shqipëria. Po shko në aeroportin e Rina, si të aeroporti është plot. Tani, sigurisht që nuk është në nivelet e kërkuar, nuk është në cilësinë e kërkuar, nuk është në shërbimin e kërkuar, nuk është në elitën të cilën ne kemi pretenduar, nuk është në shifrat reale të cilat ne dëshirojmë. Një koment për atë që tha Spahiu që çmimet tu janë më shtrenjta se në Itali, mund ma konfirmosh këtë? Ushtimi italian kushton më shtrenjtë këtu se në Itali? 15 vitesh edhe kemi antarësi rreth 250 antarë në gjithë Shqipërinë. Këto që thotë zotëria ne i kemi ndjekur, domethënë gjithë qytetet e Shqipërisë që në fillim sezonit, edhe në këto momente domethënë që kanë filluar protestat, edhe ajo që tha zotëria sigurisht ndoshta për mendimin tim e shikon nga larg, gjithë bota ka standarde me 5 hyje, ka 5 hyje, ka dhe standarde për gjithë shtresat tuke neve. Njësit akomoduese tuke neve për hir vërtet janë rritur edhe janë bërë mjaft cilësore. Po të vesh në Bregdetin e Vlorës, në Himar, në Ksamil, në këto do të tik mendja për sa i përket të njësive akomoduese shërbimit edhe produkteve, sepse neve konkurrojmë pikërisht për këto produkte. Ne konkurrojmë, Shqipëria ka mikpritjen. Mikpritje shqiptare do të thonë është e para buk krip zemër, edhe e dyta janë çmimet favorizuese, edhe kuptohet është edhe çmimet kanë filluar të lëvizin pak. Është vërtet ka mjaft ankesa, por thash dhe ka standarde të ndryshme për gjithë shtresat. Nuk mund të pretendosh ti, domethënë një hotel me 5 hyje të hash domethënë një vezë ose mëngjesin me 2000 lekë, me 200 lekë. Kështu që domethënë këto ndryshojnë. Unë e lidh edhe me zotin Spahiu, sepse e ndjek me vëmendje zotin Spahiu, kuptohet edhe Italia ka standarde dhe ka çmime. Tani, po të shkosh në Greqi, po shkosh në Itali, nuk ke hotele me 5 hyje ndër 400-500 euro nata. Do të thoni ju kanë filluar dhe tuke neve, është e vërtet. Është rritur sa. Po janë njësoj kushtet me Italinë dhe me Shqipërinë, se mua s'po duket se janë njësoj. Lezhë është në majat e kulinarisë shqiptare. Unë e njoh Pirindreun, kam bërë disa aktivitete së bashku me Bashkinë e Lezhës, kemi bërë me Vlorën, neve kemi marrë një iniciativë, që nuk ka qenë më parë. Shqipëria, thash, po të shkosh në Greqi, e gjen shishën e ujit, e gjen në tavolinë. Falas. Neve bashkë me prefektin e Tiranës kemi marrë një iniciativë, e kemi filluar në fillim në Bashkinë e Himarës, duke i ofruar përveç buk krip zemër, që është një shprehje shqiptare, ne i kemi shtuar dhe vajin ullirë dhe ujin, i kemi shtuar dhe bukën, që ta kenë falas gjithë rrjeti restorantët dhe bujtinë. Ku është falas? E kemi filluar këtë nisëm edhe në Progrades me ta 25. Më thuaj në cilin vend shkoj, se unë deri tani në asnjë restorant nuk më ka dhënë njëri ujë falas. Sigurisht nuk është me detyrim. Jo, në rregull, po unë neve po lobojmë për këtë punë, do ta bëjmë dhe në Bashkinë e Lezhës me zotin Pirindreu, për t'u ofruar shishën e ujit sapo të vi turistit, do ta ketë shishën e ujit gratis aty. Jo, në rregull, kjo do ishte, ja, qesh Ndreu se kam përshtypjen. Zoti Ndreu nuk është model sukses. Dakor, po se shoh gjikundi. Kujtim, unë të falenderoj që ti e ngrë këtë zë dhe ta dëgjojnë restorantët, por unë nuk e gjej gjikundi këtë. Unë do isha shumë i mirë, do të thënë shumë i kënaqur këtë nisëm, sapo e kemi filluar, edhe këtë do po zbatohet në Progradec. Jo, ne kemi filluar në Himar. Në Himar është fillim. Himarës para 2 javë. Tani e kemi në Progradec. Në Himar, në gjitha restorantet e Himarës? Neve kemi bërë thirrje. Ato që kanë ardhur, që kanë qenë prezent aty, sigurisht kanë qenë dakord.